Këtu në Tiranë po zhvillohet një konferencë e nivelit të lartë mbi cilësinë e drejtësisë. Është tani fjala hapse e kreut të gjykatës së lartë të vendit, zotit Sokol Sadushi, ndërsa më njëherë pasi do të flas kreu i delegacionit evropian këtu në Shqipëri, ambasadori Silvio Gonzato. Kam kënaqësinë e veçantë që t'ju uroj mirëseardhjen në këtë konferencë, e cila vendos cilësinë e drejtësisë në 3 fjalë kyçe: siguri juridike, qartësi dhe zbatim koherent i ligjit. Pyetja që ne bashkon është e drejtë për drejtë. Si mund të forcohet cilësia e drejtësisë në Shqipëri përmes një praktike gjyqësore më koherente dhe më të aksesueshme? Cilësia e drejtësisë nuk matet vetëm me shpejtësinë e gjykimit apo urjen e ngarkesës së çështjeve, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit, qartësinë dhe me parashikueshmërinë e vendimarrjes. Shpejtësia është e rëndësishme, por shpejtësia pa arsyetim dhe pa koherencë kthehet në rrezik për sigurinë juridike. Ngarkesa dhe pravameta janë realitete që ne nuk i shmangim lehtë. Megjithatë, drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Treguesit statistikor janë të dobishëm, por prova kryesore mbetet vendimi i arsyetuar, i kuptueshëm dhe i zbatueshëm. Në qendër të këtij diskutimi qëndron roli i jurisprudencës, veçanërisht i asaj të gjykatës lartë, në ndërthurje me dimensionin kushtetues, si një shtyllë e besimit publikut dhe e stabilitetit në zbatimin e ligjit. Kjo përgjegjësi shkon përtej zgjidhjes së mosmarrëveshjeve individuale dhe kërkon parime të qëndrueshme, zbatim të njëtrajtshëm dhe komunikim të kuptueshëm në të gjitha nivelet e gjyqësorit. Në këtë seancë hapse prezantojmë dhe botimin e integruar të jurisprudencës që synon ta bëjë praktikën gjyqësore të konsoliduar, më të përdorshme për gjyqtarët, prokurorët, avokatët dhe për publikun. Ky botim, i cili përzgjedh vendimet interpretuese të gjykatës së lartë dhe të gjykatës kushtetuese, sipas dispozitave të kodeve materiale dhe procedurale civile dhe penale, është një gjetje e vlefshme dhe e nevojshme. Synimi i tij është ta kthejë standardin në mjet pune, që gjendet lehtë, që kuptohet një lloj dhe përdoret realisht në arsyetim. Në këtë kuptim, botimi është edhe shprehje e angazhimit të partnerëve tanë ndërkombëtar për të investuar tek cilësia e drejtësisë. Qëndrueshmëria e vendimeve dhe vijshmëria e interpretimit janë kusht që ligji të zbatohet pa devijime. Koherenca e jurisprudencës nuk është luks, nuk është një qëllim akademik, është siguri juridike dhe barazi. Mjafton të shohim pasojat kur kjo mungon. Zgjidhje të ndryshme për raste të ngjashme krijojnë pasiguri për qytetarin, rrisin pasigurinë dhe dobësojnë besimin publik. Duhet ta pranojmë gjithashtu se zbatimi i jurisprudencës së gjykatës lartë nuk është gjithmonë i njëtrajtshëm në të gjitha gjykatat. Dallimet në stilin e arsyetimit dhe nivelet e ndryshme të njohjes së praktikës gjyqësore mund të minojnë konsistencën. Në disa raste, vendimet citohen formalisht, por nuk bëjnë pjesë e arsyetimit juridik. Në të tjera, praktika përkatëse mund të mos merret fare në konsiderat. Kjo nuk rregullohet vetvetiu, kjo kërkon njohje, përdorim dhe përgjegjësi profesionale. Në këtë drejtim, praktika e njësuar ndikon drejt për drejt në rritjen e cilësisë së arsyetimit. Ul pasigurinë, parandalon interpretime kontradiktore dhe kufizon ankimet e panevojshme. Kur gjykatat mbështeten në një praktikë të konsoliduar, vendimet bëhen më bindëse dhe më të qëndrueshme në arsyetim. Me një fjalë, jurisprudenca i shërben njëkohësisht drejtësisë dhe efikasitetit. Forcon sigurinë juridike dhe ndihmon në urjen e ngarkesës. Ndaj, ky takim vendos në fokus lidhjen mes koherencës dhe përdorimit racional të kohës dhe të burimeve, sa më i qëndrueshëm orientimi, aq më pak ankime të panevojshme paraqiten, aq më pak prishje dhe kthime për rishurtim i shtojnë çështjeve të përpambetura dhe aq më pak vonesa prodhohen nga divergjencat në praktikë. Kjo nuk është thjesht çështje cilësie, është edhe mekanizëm që ul konfliktin e përsëritur dhe kursen kohë për çështjet që vërtet e kërkojnë gjykimin. Le ta them edhe më prerë, një vendim i pakuptueshëm është një konflikt i shtyrë për nesër. Kur konflikti nuk mbyllet me arsyetim bindës, ai kthehet sërish në apel, në rekurs, në rigjykim dhe bashkë me të rritet dhe mosbesimi. Këtu del në plan të parë roli i gjykatës lartë.
Ajo jo vetëm jep zgjidhje për një çështje konkrete, por ndërton dhe vendos standardin për gjykatat më të ulta dhe forcon parashikueshmërinë në zbatimin e ligjit. Ky rol nuk realizohet vetëm me vendimarrje, realizohet edhe me transparencë, me akses efektiv dhe komunikim të vazhdueshëm me sistemin dhe publikun. Përmes qendrës së dokumentacionit, buletineve periodike dhe bazës së të dhënave Judix, synimi është i qartë për gjykatën e lartë, orientimi relevant që të gjendet shpejt dhe të përdoret me siguri. Gjykata e lartë zhvillon gjithashtu tryeza periodike me gjyqtar për të diskutuar problematikat e vendimarrjes dhe për të identifikuar zgjidhje, qoftë përmes udhëzimeve orientuese, qoftë kur është e nevojshme edhe përmes ndërhyrjeve ligjore. Ky komunikim është i domosdoshëm sepse koherenca ndërtohet në sistem dhe jo në izolim. Që ky dialog të japë rezultat, vendimet tona duhet të jenë të lexueshme dhe të përdorshme, të jenë të qarta në parim, të sakta në logjik, të kuptueshme në gjuhë dhe të zbatueshme në praktik. Kjo kërkon vetdije kritike për të shmangur zgjatjet e panevojshme me një gjuhë që nuk komunikon si duhet me profesionistin dhe me qytetarin. Në të gjithën kohë, standardet e konsoliduara në vendimet njësuese nuk janë sugjerime, ato janë pikë referimi detyruese për një trajtshmëri dhe barazi në interpretim. Natyrisht, jo çdo çështje është identike, kur ka rrethana realisht të veçanta, dallimi duhet të arsyetohet qartë dhe kur nevojitet të aktivizohen mekanizmat për zhvillim dhe për njësim. Një orientim sado i mirë nuk mjafton nëse nuk kthehet në praktikë të përditshme në të gjithë sistemin. Për këtë arsye, ky takim ka rëndësi sot. Ai organizohet me mbështetjen financiare dhe teknike të projektit të EU for Justice, bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe synon të krijojë një platformë reale debati mbi mënyrën si zhvillimi dhe njësimi i praktikës gjyqësore rrit cilësinë dhe ul kostot e moskoherencës në sistem. Në vitet e fundit janë ndërmarrë përpjekje të rëndësishme të mbështetura nga EU for Justice për sistematizimin, për mbledhjen dhe shpërndarjen e vendimeve të gjykatës së lartë në fusha kyçe të së drejtës. Këto publikime të integruara të jurisprudencës nuk janë thjesht mjete reference, por instrumente të konceptuara për të mbështetur arsyetimin gjyqësor, për të rritur efikasitetin dhe për të reduktuar kontestimet e panevojshme dhe ngarkesën e çështjeve. Prandaj nuk mjaftojnë të flasim vetëm për parime. Tani përballemi me detyra që duhet i kthejmë në 3 objektiva kryesore. 1. Ndikimi praktik i jurisprudencës së gjykatës lartë në arsyetimin gjyqësor dhe në qëndrueshmërinë e vendimeve. 2. Përmirësimi i shpërndarjes, aksesueshmërisë dhe përdorimit të strukturave të strukturuar të praktikës në të gjithë sistemin. 3. Përpjekje të koordinuara institucionale për të rritur qartësinë ligjore, parashikueshmërinë dhe efikasitetin. Këto 3 objektiva reflektohen edhe në 2 panelet e sotme dhe kërkojnë përgjigje të matshme. Sfida është t'i kthejmë në veprim dhe në rezultate konkrete. Kjo kërkon angazhim të gjithë sistemit. Vendimet njësuese duhen referuar kur janë relevante. Çështjet që ngrën palet duhen trajtuar dhe kur ka dilema reale duhet kërkuar qartësi pa bërë sikur praktika nuk ekziston. Profesionistët e së drejtës, veçanërisht avokatia, janë thelbësor për cilësinë e drejtësisë. Por cilësia nuk rritet me letra voluminoze, me paragraf pafund, as me citime të shumta e të panevojshme, as apo pasazhe vendimesh jo relevante. Ajo rritet me argumenta të fortë dhe me referenca të sakta të lidhura drejt për drejt me çështjen. Edhe argumenti më i mirë nuk mjafton. Nëse orientimi nuk gjendet shpejt dhe nuk është i përdorshëm në kohë, prandaj kushti vendimtar është aksesueshmëria. Kur jurisprudenca është e lehtë për të gjetur dhe e qëndrueshme në kohë, ajo kthehet në instrument pune. Jurisprudenca e përmbush qëllimin e saj vetëm atëherë kur është aksesueshme, të kuptueshme dhe e përdorur në mënyrë efektive. Kjo kërkon shpërndarje të organizuar, trajnime të vazhdueshme dhe dialog profesional. Për këtë arsye, buletinet e strukturuara për mbledhje tematike dhe aksesi digital nuk janë më luks, por janë domosdoshmëri. Edhe dokumenti orientues i këtij aktiviteti e thot qartë, gjykatat më të ulta hasen her pas here vështirësi për udhëzime të plota dhe në kohë, ndërsa botimet e detajshme kanë nevojë për një strukturim më sistematik që të jenë vërtet të përdorshme. Prandaj pjesa e dytë e diskutimit sot i kushtohet aksesit, shpërndarjes dhe përdorimit më të gjerë të jurisprudencës së gjykatës lartë, përfshirë edhe përvoja krahasimore. Dhe këtu duhet të jemi drejt për drejt. Nëse një gjyqtar, një prokuror apo një avokat e ka të vështirë ta gjejë orientimin, nëse e gjen por nuk e kupton dot thelbin,
Nëse e kupton, por nuk e lidh dot me çështje konkrete, atëherë ne kemi dështuar ta kthejmë jurisprudencën në instrument cilësie. Për të kapërcyer këto pengesa, janë të rëndësishme mjete konkrete të aksesit dhe orientimit. Botimet e integruara janë një hap i rëndësishëm. Sfida është që kjo jurisprudencë të kthehet në praktikë pune, jo thjesht në material reference. Kur jurisprudenca përdoret si mjet pune, drejtësia bëhet edhe më e parashikueshme. Kur përdoret si formalitet, drejtësia bëhet edhe më ngadaltë. Për ta kthyer këtë parim në veprim, duke qenë se kjo konferencë kërkon zgjidhje praktike dhe jo teori, dëshiroj të shpall 3 angazhime të qarta në linjë me objektivet e saj për aksesin, shpërndarjen dhe përdorshmërinë e jurisprudencës. Së pari, strukturim tematik dhe ratio e qartë të standardit. Synimi ynë është që botimet dhe përmbledhjet të shoqërohen me përkufizim të standardit, fjalë kyçe dhe identifikim të qartë të parimit, me qëllim që pratikanti së drejtës të mos humbas më shumë faqe për të gjetur një fjali udhëzuese. Së dyti, akses më funksional dhe përdorim më i gjerë. Do të punojmë që botimet e integruara dhe buletinet të jenë lehtësisht të kërkueshme dhe të përdorshme në praktikë përmes mekanizmave konkret që përmirësojnë aksesin dhe përdorimin e strukturuar. Së treti, komunikim profesional dhe përfshirje në trajnime të vazhdueshme. Jurisprudenca nuk përhapet vetëm me publikim, përhapet me shpjegim, me dialog profesional dhe me punë në raste konkrete gjatë trajnimeve. Ky dimension duhet të jetë pjesë e kulturës sonë institucionale. Zonja dhe zotrinj, kjo konferencë na kujton një të vërtetë themelore, qytetari nuk e marr drejtësinë nga fjalët, por nga vendimet që ne marrim. Dhe çdo vendim matet me 3 pyetje të thjeshta. A është i kuptueshëm? A është i arsyetuar? A është i parashikueshëm? Nëse duam besim publik, duhet të ndërtojmë kulturën e koherencës. Kjo nuk është detyrë e një institucioni të vetëm, është kontratë e përbashkët e gjykatave, e profesionistëve të së drejtës dhe e botës akademike me mbështetjen e partnerëve tanë. Po e mbyll me një standard të thjeshtë, qytetari nuk hap se ta hamendsoj drejtësinë. Ai ka të drejtë ta parashikojë atë. Kjo arrihet vetëm kur ligji zbatohet pa devijime të pajustifikuara, arsyetohet drejt dhe komunikohet qartë, e kundërta e cilësisë nuk është thjesht gabimi, por arbitrariteti. Le ta zëvendësojmë arbitraritetin me koherencën dhe ta kthejmë këtë shenjë në shenjën e besueshmërisë së drejtësisë. Ju falenderoj për vëmendjen. Lart gjysor. Zoti Iliusi.